asnjëa për kokë të saj nane. Tu ka nis relatët, do me thënë. Unë me Semin që i dola, a kupton vetëm sepse e parë se gjithë. A kupton, duke shajt fëmijë, a jam rotkar, jo jam karu ka 4 psikiatriare. Dakor? Kur nuk kam shajt fëmijë dhe të vdekur. Qohet tel parupi bab kalamar shto të qit gjallë, të qit fëmijë, të qit vdekun. Qohet mu si doda, a kupton, thot, qit gjallë e qit vdekun. Ku e ka? Qohet mu si doda, i shet varrin babës. Lene s'është Semi, e hekim Semin. A e di që do të thot të shkosh tjetrit ke fotografia varrit babës o shoku, e të bësh shurën. Qa shqiptar shen ju? O jam i smunër psiqik jamër. Jam i smun psiqikër, për kokë të nanës e bet do të atë gjestë, më vjetë turp dal para jushër. Jam i smun psiqik, për atë zot. Une nuk dal do të, mbraft Allah para ju në live, të futem une, që ke varri filanit të bëj shurën, a kupton. Për sharë, për mi marë, se dhe me të pas brav vlajnë, o merë hakun, më shko ke varrezat të bo shurën. Me të pas brav vlajnë tjetëri, o shko të meri hakun, o më shko ke varrezat duke ba shurën, duke shqit karin para një njeriu që sjeton mare, që t'ja thysh është pranë Zotit. Ako të tjetë du shku të bo shurën ke Zotit. Dakor? A e kupton ju kanë dish një mujësirë pëqimin. Jam i smun, budallar, rotkar, jam shmen për një femër që është turp. Dakor, su shmena 15 vjetë buku, shmena për një femër njashtë. Edhe për kokë të nanës, me shajt me fëmi, më vjen turp nga vetja. Me shajt me të vdekur, më vjen zort nga vetja. Me shku të varrezat e me bat lloj gjesti, mu më vjen turp dal para jush. Edhe ju që thoni bravo, ju shif sharëp se si një njerë, të më thoni një mu bravo, ju atë më captoni muare, ju ta keni hasmin e hasmit, a kupton? Ju ta respektoni kur bën ja gjan, kurse ato që bën, mundohet me bë shurrën, para varrezat kja shini roptere. Dakor? Hasmin për të keqe ta respektoni, për të mirë të shini roptere. A e dini këtë gjë apo ja? Hasmin për të keqe ta respektoni, ta ngushlloni. Kurse për të mirë të shini rop. Kur e shef se është mirë shini rop, kur është keq, kur është ngusht, respektonja. Boj burrë, o kara, se Shqipëria ka pas burrë me mustaqe, kam pas të në burgune, veç me plesh kam pas të në burg, për ne unë burg veç kam fituar. Dakor, s'kam ne kur me djem të ri në burgun, e me rëshera zhi. Dakor, unë shdo gjë kam pas bon vet, e kam pas net veç me plesh kam pas net në burgune. Edhe për ne kam fitus gjithmonë çdo fsherë, unë vetëm jashtë kam hu për shoku. Vetëm jashtë kam hu, se mu shmena më morën mend mi laqe, më shkatrun s'di që jam baner. Dakor? Duke se si ke fitu. Ja, kam hup jashtu në pranej, po dhe dalim të lashurra, të mimoza dhe lashurra. Ako të le mimozët, mimoza ashtu, a e kupta. Atë gjest, ju shifsha amotë kusht është e shqiptar që ndjek mujësin, ja shifsha rop në pjedh. Kush futet me mujësin, ja shkërdhef sharop mu në pjedh. Dakor? Ja ato që s'qarohen, ato që kanë mu s'qaru, po ato që e ndjekin, edhe futet me boj lëra me mujësin, ja shifsha familjen se janë vetëm fisqima. Se ka shqit fëmi në live, ka shqit fëmi. Gjove, ka shqit një vajs 7 vjeqe në TikTok, a e keni pa viral një vajs 7 vjeqe. Ka shqit një vajs 7 vjeqe në TikTokere. Ka pas moza 3 gocare, 3 gocët e mozës i kam foto to, e keni pa të posten e herë gocët e mozës une? Ha? A e keni pa në herë fotot e gocës mozës TikTok? I keni pa, unë i kam 3 gocët e mozës tu, si i kam rritër 7 vjetere. A e keni pa në herë të poste fëmijët e asaj? Ha? Si postoj do të më vla, ati që do të postoj një fëmijë viral TikTok, si që bani mujësi shura, edhe ndjekin 1000 motër shima ndjekin. E ndjekin 1000 rop shima, o ju shift qeni rop. Gjave, e ndjekin 1000 rop shima, o shoku. Der duke shit fëmijë 7 vjeç TikTok, edhe duke ndjek nga 1000 veta, së është turpe marja Zotit dhe e parupi 50 vjeç bab fëmishëre. Me qa 3 me parupit vretet pëshurën e të dhjenë. Bab fëmish, o shoku, të nejt me mujësin live, të mësu mujësin
Ore kur i ka thënë dje Semi Dubai që e ka shajt gocin e vogël, me vdek nana unë, si qiku, rota, kari që nga ngell dilesh në kokë, e 3 hanxar më kraha, e i kila cit në surrat, më ka ardhë braja vetë në bish, a kuptan, se nuk preken fëmijët të re, nuk prek, jam ka dhem shpirti për mi mos zabërishë, mos i ka dhem të kujt, po kush që kam postu fëmijët të re, ja postoja fëmijët të saj me e prek, mi dhem shpirti, mi a pa fëmijë gjithë Shqipëria, e si ja kam postu kur, rëshoku, dakor? Kur? Edhe se kam qenë i smumë si qike dhe jam prap, gjysë për gjysë jam. Ako të sa mi i dhanë, me i dhanë di fjallë di tani. Po s'kam pas disht, me i lidhë më për para. Kurse e pa rupin, e ndjekin 1400 motërshqin ma live e ndjekin, duke me bashkë me mujësin, duke fol për fmi, duke fol për varrezat njerëzit si jetojnë, dakord? E duke ju gjujt lek, Europe shima duke u gjujt lek, njerëzve që flasin për fëmijët vegjël, njerëz që shajnë varreza. Ku që thuti, budalla? Një që dele fletë vërtetën, apo një që edhe ti s'je mirë, ore s'jam mirë o bish, po pasha Allah një budalla me kanun, për kokë nanës. Valla një budalla me traditëre, për atë zotë. Pasha Allahun, s'jam budallahun o bish, dakor, në atë lloj rruge, me përdojnë njerëz të vdekur dhe fëmijë dhe njerëz të vdekun, si beun këtë gjanë o shoku. Kash, ndoshta laj me shajt ti futem me kundërshtarin tim kot, e kam bë dhe unë, nuk ose se kam bë, po jo me shajt vdekun o bish. Këta jo o bish, këta se kam bë si që bëhet parupi, për famë, shia rëp, për me del tani, a kupton, i ullë gjithë shok të vetë. I ullë gjithë shok të vetë il parupi, gjithë i ka ullë. Ato ta majnë vetën dash gangstera, dash trima, dash të mbëjnë mu qatë dun. Ore, jam dakord mi bëjnë kreta mu. Që shepë të shifësha familjen, shifësha nërë në motrës. Edhe herë, se e di se kaloni ju motë shima, kaloni fele se ku jam, se e dini ku jam ju shifësha gratë e motrat, për nuk më ha kari mu. Nuk më ha kari mu. Nese. Edhe, si patë më abetin, tani, gjithë të zhana ndodhin TikTok, gjithë të zhana ndodhin. Okej, me Semin, janë prish që është e biznesi ku di gjanë. Pa lek të vishim të shau e parubi që aboni burë të mirë. Gjapak mu, ja gabimi që ka bë ma tranë mësia, unë e kam shajt Mirush Burgën, ka se kam shajt, edhe s'm ka rap qa pas njëherë. Ka se kam shajt Mirush Burgën, s'm ka rap qa pas njëherë me thënë drejten. E kam shajt është për inat Semit, kur kam qënë zënë me Semit, pëllim drejten. Po Mirush Burga, Viktor Dodën e ka majt ashtë shumë, sa kur gjithë shqiptarët janë këthy kundër, e dini shumë mirë ju, kur gjithë shqiptarët janë këthy kundër, mujësijut, kurse ajne Mirush Burgaj, për kokë të sajnane, ajne e dini dhe ju që e ka mbajt Viktorin dhe i ka gjut lek pa fun. Nuk be kujdes mrapa unë o bish. I ka gjut lek pa fun Mirush Burga dhe doli shajti familjen o bish. Ja ku e ke Os Nazarin. E ke pa nërë të shaj Os Nazarin me familja. Ha? Os Nazari i mirë, i kesh, ku disë jashtë, mund punët e tona. Po kur se kam prek me familja, dakord? Kur se kam prek, se një që e ke shok, edhe prishësh me ta, dakord, prishu personalisht, jo me familja, edhe me Semi për ne kam qënë zëmru, se ka bo gabim që më ka shaj pari, për ne kam qënë zëmru me ta bish. I kam thënë, nga smu një tjetë, unë i kam ram qaf, e kam nga smu, po se kam shajt kur me familja, e ka bo ki gabimin, ke familja, por shta kam qënë zëmru me ta, dakord? Nervasi, për unë e kam nga smu i pari, po ka bo gabim që më ka shajt. Kjo është. Por, nuk ka dalë Semi o bish, duke më tha mund të shifësha deknit, dakord? Këta se ka bon shoku, si që ka bo këto tjeret edhe rinë njani me tjetrin. Gjave, doli El Parupi e dëgjënëri Alex Vishën. Alex Visha nuk ka nëve me vjedh o bish, edhe mes me pas lek, edhe në qësës se Semi tani, Semi ka 3 vjeqja ka shok Aleksi. Aleksi ka gjithë jetën në për
në për TikTok, ka në për ku di unë, që janë këto. S'ka pas qanë Semi, ka pas qanë Alexi në TikTok. Dakor? Alexi ka pas supportuesit gjithmonë. Dakor? Dhe nuk ka bo asë i gja Alexi nuk vjetë GoFund do shoku, me për realitetin. Unë s'ma merë menja, se në është ta kërkeshinova, bish, se unë s'kam dha, bish, mi besu. S'kam asë njëri mi besu. S'ma merë menja të vjetë GoFund, se vdes për famë. Se në është ta e merë për si për një GoFund Alex Visha, ose çdo kusht tjetë e merë për të bo popullin për vetës, për të tërgu popullin që unë jap dashuri për njerëzit, për të ndjek njerëz, sepse çdo gjë është shok, edhe baba ku shihet me nanën ndarge, a kupton, po si pat që me hëngër burri gruas, nuk ja jep pidhin ndarke, a kupton, me knajsi, ja le prej zortje, se u të ketë pija i prej hallave që ka dhe i hipen prej zordhje. Dakor? Çdo gjë që bën të këtë jetë, dikush e bën për sevapin e vet, thot ja bëj për Zotin, a kupton? Që Zoti t'ma bëj, unë ja bëj mbar këtij dhe nder këtij, që Zoti thot t'ma bëj mu mbar në krahun tjetër. Dakor? Kurse El Parupi o bish ka vjedh 2 GoFund dhe dësh me vjedh GoFundin e tret, që ta dini e di veç unë, asnjëri se din, se unë di shumë gjana, dakor. Se kur vje puna që dalë shaj unë, unë përplasën njerëzit. A kupton, se thënë kjo rrotkari del live hapur, del shan, se e rrafin këtë se ka probleme, s'ka si njëri, a kupton, t'i shem në elekti e karin pjedh. Ke unë vje përplasën, që ta dini ju, shumë njerëz që ju s'ja merr menja përplasën kë unë. Dakor? Shumë njerëz përplasën kë unë, që ju se dini. Që dalë unë e të shaj e të bëhet kthej, sepse unë tregoj vetëm realitetin. Dakor? Edhe kështu që El Parupi është hajdut, kur ja ka morë shokut tim 10.000 pound zekës, dakor, këtu jena prish me El Parupin. Kaq. Edhe ti më thu, unë dhe hapi 30, po ti mos fol, thot. E kupton? Unë dhe hapi 30.000 pound, po ti mos fol, thot, thuj ka që hapi mos fol. Ti do morish lekët e tua, a i merr lekët e veta, sa kërkon ai. Lekët e tjera, i merr tjetri. Kur shë hap GoFundin, në emër të tjerë, në emër të me thanë, që se ka në emrin e vetë, a kupton, që e merr dikush për sipër, se me hap vetën tani, për që me thanë, o qura po, jam i njëri i sakatum, a kupton, kam probleme, karin pjedh. Me përqinje thua, normal pra më bishtë, nuk hapet GoFundi pa përqinje më shok, dhe rion tani para shqiptarve për se vap, unë se vap për shokët i qa bëj po, kam lek po, kam 100 pound gja po, që 20 pound t'jo shok, se 80 pound dhe i haj për shpirtin tim, dhe hap familje, se di që ka probleme t'ju, zë t'jap t'i 80 pound dhe shoku, dakord, e t'ma 20 pound për vetës, pa ka shu zote këtë fatkesi, unë t'jap 20 pound dhe shok, edhe nja qeta, por nuk të dalun para shqiptarve, bap fëmish, me familje shpi, me grua, me familje, dhe dalun para shqiptarve tani, a në gjon, me lyp, a kupton, mlidhi ju, o shqiptar. Kush mund ta bëj për shembull, se El Parupi nuk oj famshëm. Me e bo Alex Visha, për shembull, Alexi ka vite. E kupton? Alexi ka fitu zemrat e shqiptarve që me klevisin. Okej. Atëherës, a i në klevis që ka pas e klevisi Shkodrës, a klevis e ka pas, a i Shkodrës, Alexi ka mërë famë dhe ka fitu zemrat e shqiptarve. Ju pëlqen s'ju pëlqen ju, më pëlqen s'më pëlqen mu, dakord, i ka fitu që ku boni 600.000 euro atëherës. Dakord? Edhe Alex Visha do s'do, e ka këtë rrugë. Kushte El Parupi hyrin TikTok si dhunusi mujësi shurës, edhe sa fillim e kam pas dasht me full realitetin El Parupi, kam thënë njëri serios, mori hakun që i takonte, pavarësisht se shqiptari nuk shnjërzohet i gjuhët rifet, për nuk i bot qurra në kokë, a kupton se në fund fare s'ta ka shijas, nanën as gru as motrën, dakord, nuk i banë të gjënë rifet, prejet në spat, prejet në hëngjar, bo futet në qeset zis, jam dakord, për mi bo shurën shqiptarit në kokë, edhe me dalë, shive tani, shive sa të dëgjenurim janë të dy, El Parupi bon një shurën në kokë, a kupton mujësis,
Mu si ja vajti duke bo shurën të Varrezat, mu më vjen turp. Mu më vjen turp nëse dikush ka bo shurën kokë, e që këtë shurë ka Varrezat, se me ba bo shurën kokë, e me dalë me thonë ju shif sharëp prapë së shturpere. Ju shif sharëp të se mëzut 5 veta dhe ma bot këtë gja. Po me hitë të shku të Varrezat, e me bo shurën të Varrezat, edhe e mësë me të kujtu kur kam bo shurën kokë, kjo është një gjë e ranë o bish. Gjave, kjo është një gjë e ranë, merja si doni ju. Edhe shive tani kush rrin. Hi njerët parupin TikTok, hyri si njeri që mori hakun e vetë. Mori respektin e ndajt familjes pavarësisht turpin që bani që i fshurri shqiptarit vetë i fshurrin kokë. Edhe mund t'ma bëj nesër dhe ju dhe thoni bravo, ju që më keni natë dhe thoni bravo. Ore jam dakord. Po mere njerë Kuranin, Biblen edhe kanunin hapi, a egzisto kuni që shqiptarët burra i fshurrin hasmit në kokë. Shive tani, a e ka kunin kanun dhe në Kuran dhe në Bibel, a qa feje tjera shka. Nëse egzisto kuni, mund t'a boni gjithë. A e kuptan. Kjo nuk ndodhen. Dhe me thanë kërkunin kanun edhe në Kuran dhe në Bibel. Sa është të shkryt me që hasmin tatë, ti ta presis spat, jam dakord. Tash njërzësh nuk jam dakord. Harroje. Edhe qa bon jelë parupi? I bani shorën kokë mësiut, a i dëllje tha që nusja jote, motra jote ka qenë e dashura ime, prandaj ne jemi zanë, e kupton, karin pyth, dëllje eli hite një live hite ma, e kupton, dhe me thanë, qa mashtrimi i bani shqiptarve, u hoqi burr me sedër, dhe e përdori TikTokun pastaj nga një TikTokun e hyri si pjesë. Mi u tërgu njerëzve që unë mora hakun e familjes, sepse ishte nisin TikTok historia ti. Unë mora hakun e familjes, a kupton dhe e mbylli TikTokun fjalaj. Vazhdoj, a kupton të tërgu një video sot, të tërgu një nesër, dhe me thanë përdori nderin e familjes, e përdori për të kërku famë dhe për të përfitu lek nga TikToku. Edhe pas të vazhdoj programin, doli shajti Aronin. Aroni në qoftë kokra legenit qoftë, Aroni e parupin e ka dasht. Dakor? E ka dasht. Edhe doli e shajti Aronin. Aroni jep të jetën për e parupin. Dakor? Jep të jetën o bish. Se këtu jam edhe për këtë punë, herën e parë me e parupin për këtë punë jam za ku ka shet Aronin o bish. Kur jam zan me e parupin herën e parë, jam zajt vetëm se ka shet Aronin. Aronin e ka shajt këtë kodë sepse Aroni dhe me thëna shoku Semit. Me pak fjalë, tanë ka fitu famën me sharje, me kudigjaune, El Parupi ka fitu famën me mashtrim. Shqiptarët nështë dhe qësë kanë bërë për ta fitu famën, po El Parupi u prezentu burr, edhe sa unë hira në TikTok, mi u të regu që mora hakun e familjes, edhe s'jam për TikTok une, edhe hiku fjalla. E pa se ishte qyllë në TikTok, edhe sa përdori ndarin e familjes, e përdori. Edhe tani mu vin tani, jam të folë tani me ty unë për shëllë, po vin 3-4 veta tani, janë njësë ato mishë në makinë, se 15.000 pound i sot kiti shej une, vetëm shkojë gjuni dhe dal nesër unë jam El Parupi, a kupton 50 vjeç me thinja në kokë, bab kalamajsh, shqipni pak se si i gjujnë shurrat e Londrës, si i gjujnë klejt kurtit, live TikTok, ki jam une. Ta jap dorën unë, hipi avionit, hipi avionit tani, edhe hajde gjumë ti mu, edhe se mund ty, që ti je burë. Po je me mëra mu me pagesere. Me mëra mu me pagesere. O të dalë prap TikTokere, do thënë këto, je bon si son ju se kom harruat shprejnë, si daullë, ku je bos, si është e shprejnë si ma thonë ju se kom harruat. Ha? Që mbinë mu, kanë ra 2 herë për gjithë jetën tim o quna. Edhe 2 herë që më ranë, 2 herë o prapa mbes. Ashtë si një dhoj. Ta belqitje, bravo. Tani 2 herë që më kanë ra. Kush mjef mu nga burgu, dal në njani që thot i ka ra kush klet kurti. Dal në njani që thot i ka ra kush të aprek në klet kurti me dorë. Edhe kur më kanë ra njëherë në burg, më kanë ra 17 veta me leva më kanë ra. Dakor?
Si top futbolli, thot ky, si topi futbollit ta shifsha familjen. Nese, kjo është historia e El Parupit, ju e dhat audiencë, e kupton dhe e mori audiencën e El Parupi, duke prezantu ndarjen e familjes, dakord, edhe duke shajt Semi Dubai edhe Alex Vishën. Semi Dubai, i miri keq tjetë, e shaj une, e shat ti, e kemi shat gjithë, jemi dakord, unë kam shajt. Më ka thonë të t'i bi leke, qësë mi ka pru, të thonë të rëgët drejtën unë. Më ka thonë të t'i bi leke, qësë mi ka pru 3 ditë ma vonë si kështë hap telefonin dhe kam dalja kam shajt. Se unë me janë dash leket për të qiru mune, për t'i fut benzin makines, unë ja të rëgët drejtën në bish, nuk rej unë. Dakord? Kurse, tjere që i kam shajt për arsyen, sepse kur më prerë me hanxar, që këtë krahun, kam 3 hanxar, 1, edhe 2 hanxar i kam tu, edhe 1 kilacit në ftyrë. Edhe u mundun shumë njerëz me përfitu nga une. Dakor, u mundu shumë njerëz me përfitu nga unë. Fam, me gjakun tim, ku gjithë gëzoshin, unë derdhja gjak dhe shelp nga ftyra, përveç vetëm Semi Dubai dhe El Parupi, me i ra kot më qep El Parupit, për këtë pjesë. Nuk më kanë arte live, dhe me thanë, për fam. Qa janë tjerët, a kupton, edhe Alex Vishi, po dhe Alexis ka qanë, ka hi 2 herë pa Alexis në ka put klevjo, kurse tjerët të shok, kanë hi kret, unë derdhja gjak, edhe unë isha në paranoja dhe thoshin, si ndodhi, pse dole, ti e trim, ti bravo, nuk ka si ti, edhe në kratë tjetër për të përfitu nga unë. Edhe i lash unë, i lash, edhe dole e thash, ti të shisha motrën, ti të shisha rëp, ti të shisha motrën, ti të shisha rëp, nuk i thash shisha fmit, nuk i thash shisha dekmit, a kupton, motra dhe